E ka sulmuar duke e godit me grushtin e dorës së djathtë në fytyrë. I shqiptën dënim me burgim kozgjatje prej 6 muaj, gjykata në emër të popullit shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Dardan Mulliçaj shpallet fajtor për shkak se me datë 29 janar 2022 rreth orës 14 në Prishtinë i pandehuri Dardan Mulliçaj e ka sulmuar personin zyrtar, tani të dëmtuarin Valon Braha, i cili ka qenë në kryerjen e detyrave zyrtare, në atë mënyrë që derisa i dëmtuari në cilësinë e zyrtarit policor, së bashku me kolegët e tij ka qenë i angazhuar në planin operativ për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, si rrjedhoj e protestës së organizuar nga PSD-ja për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike për konsumator, si dhe për të penguar hyrjen e protestuesve në objektin e qeverisë, i dëmtuari në fjalë së bashku me policë tjerë janë vendosur në hyrje të objektit në fjalë, mirë po, edhe përkundër kësaj, i pandehuri së bashku me protestuesi tjerë i kanë shtyrë zyrtarët policor me qëllim që të hyjnë në brendi të qeverisë, kurse të dëmtuarin Valon Brahën e ka sulmuar duke e godit me grushtin e dorës së djathtë në fytyrë, ku si pasojë e kësaj goditje, i dëmtuari ka pësuar lëndime të lehta trupore në fund të gërvishtjes në regionin e Qafës. Me këtë ka kryer vepër penale sulm ndaj personit zyrtar. Të akuzuari Dardan Mulliçaj i shqiptën dënim me burgim kozgjatje prej 6 muaj, i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 2.000 euro, cilin dënim është i obliguar ta paguajë në afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se i dënuari nuk dëshiron ose nuk mund paguajë gjobën në tërësi, gjykata dënimin me gjobë do t'ja zëvendësojë me dënim me burgim duke llogaritur 20 euro për një ditë burgim. Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurës penale, paushalli gjyqësor të paguajë shumën prej 20 euro, në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit, paguajë shumën prej 20 euro, gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. Palët e pakënaqura kanë drejt paraqesin ankesë në afat prej 30 ditësh, meqense gjykata nuk është përmbajt marrëveshjes prokurorisë lidhur me dënimin, palët kanë drejt paraqesin ankesë sa i përket vendimit mbi dënimin.